SPAK ka lëshuar 8 masa sigurie për një hetim për abuzim me tenderat e AKSHI. Në një operacion të zhvilluar orët e para të mëngjesit me mbështetjen e policisë së shtetit u ekzekutuan 6 masa sigurie dhe në kërkim janë 2 biznesmenët, Ergys Agasi dhe Ermal Beqiraj. Këta dy të fundit nuk janë gjetur gjatë kontrolleve, të cilat u ushtruan edhe në zonën rezidenciale të Kodrës së Diellit në Tiranë. Dhe mësohet se në këtë rezidencë jetonte biznesmeni Beqiraj. SPAK ka ekzekutuar urdhër arrestet dhe mes radhëve të AKSHI. Në njoftimin publik për mediat bëhet me dije se është ekzekutuar mas arresti në shtëpi për drejtuesen e AKSHI, Mirlinda Karçanaj, vendos drejtoreshën Hava Delibashi. Në lidhje me këtë operacion, mas pezullimi nga detyra është vendosur edhe për Erjon Ismailin, zëvendës drejtori i policisë së Tiranës, ndërsa masa ndalimi për të dalë jashtë vendit për Adis Papa, Gëzim Hoxha dhe Rogers Ryta. Hetimi për këtë çështje është ndjekur nga 2 prokurorët e SPAK, Altin Dumani dhe Bledar Maksuti. SPAK ka zbardhur edhe akuzat që rëndojnë ndaj personave që kanë nisur hetimin, ku dallohet se masat më të rënda janë ndaj 2 biznesmenëve, Agasi dhe Beqiraj, të cilët akuzohen për 5 vepra penale: korrupsion e paligjshmëri nëpërmjet dhunës, heqje e paligjshme e lirisë, shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, e kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit ato të grupit të strukturuar kriminal dhe grupi strukturuar kriminal, kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal, pastrim i produkteve të veprës kriminale ose veprimtarisë kriminale.